Një episod I pazakontë dhe I rëndë ka ndodhur në sallën e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku një seancë gjyqësore është ndërprerë pas një incidenti të dhunshëm mes të arrestuarve. Sipas informacioneve paraprake, I arrestuari Petrit Çakri është sulmuar fizikisht nga dy bashkëpandehur, Fatjon Aleksandër Buzhjoka dhe Kristi Buzhjoka, gjatë zhvillimit të seancës së verifikimit periodik të hetimeve. Ngjarja ka ndodhur brenda zonës së sigurisë ku mbaheshin të arrestuarit në prani të trupës gjykuese, prokurores së çështjes, avokatëve mbrojtës dhe efektive të policisë së burgjeve. Burime nga salla bëjnë me dije se situata është tensionuar në momentin kur Çakri ka kërkuar të marrë fjalën para gjykatës. Pikërisht në ato çaste ai dyshohet se është goditur fizikisht nga bashkëpandehurit. Ndërhyrja efektive të policisë së burgjeve nuk ka qenë menjëhershme për të neutralizuar incidentin, ndërsa raportohet se edhe disa prej tyre janë përfshirë në përplasjen fizike gjatë përpjekjeve për të ndarë palët. 4 të arrestuarit janë në hetim për rrëmbim dhe vrasjen e Renis Dobrës, ngjarje e ndodhur në vitin e kaluar. Sipas burimeve, vëllezërit Buzhjoka kanë kundërshtuar vazhdimisht akuzat dhe kanë pretenduar mungesë provash, ndërsa dyshohet se kanë shprehur pakënaqësi ndaj deklarimeve të Çakrit në kuadër të hetimeve. Mbetet ende e paqartë përse të dyshuarit janë mbaritur në të njëjtën zonë sigurie gjatë seancës, pavarësisht pretendimeve për konflikte dhe tensione mes tyre. Pas incidentit, autoritetet kanë nisur verifikimin për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Pritet të analizohen pamjet filmike të sigurisë dhe të merren dëshmitë e personave të përfshirë. Ndërsa Petrit Çakri ka marrë ndihmë mjekësore pas dhunës së ushtruar ndaj tij. Çështja pritet të referohet organit kompetent për vlerësimin e përgjegjësive dhe marrjen e masave të mëtejshme ligjore.